Si prezantohesh? Kush je ti? Okej, një pjesë e njerëzve u njohin, një pedagog në Universitetin e Tiranës etj, po unë do doja pak më shumë. Do them, kush është familja jote? Tani, unë kam lindur në Tiranë në 11 nëntor të vitit 1981 nga një familje e përbërë nga imat që ka punuar oficer. Oficer ushtarak? Oficer ushtarak. Kabiles ka qenë pak kohë edhe pedagog në Shkollën e Bashkuar. Dhe si quhet baba juaj? Muhamet Qori. Nuk si emri i orë. Po se di ndoshta. Unë jam diplomuar, do të thënë edukimin e parë, sepse pastaj kam bërë kapërcime të tjera, unë kam ushtarak dhe tani po më vjen pak si emri i dyert. Ndoshta jo ka dhënë mësim, nuk e di. Po ndi që nga fundi viteve 80 ka dhënë disa vite mësim në Shkollën e Bashkuar. Ka qenë me profesion inxhinier, ime më po ashtu ka qenë inxhiniere. Do thënë ishte inxhinier, qepte mësim aty? Ka qenë oficer, po ka pasur një shkollim dytë si inxhinier mekanik, domethënë. Se kështu ishte sistemi në atë kohë, domethënë dhe pedagogët edhe domethënë. Jo, ishte shkollimin e parë që ishte për oficer, domethënë, por pastaj rrugës për shkak të punës që bënte, ju desh bënte një shkollë. Dhe ai jetonte në Tiranë. I mat ka ardhur nga një fshat i Tepelenës. Nga cili fshat? Gusmar i Kurvelesit. Ime më ka qenë inxhinier, ka lindur në Tiranë, po me një familje me origjinë nga Përmeti. Nga Përmeti. Ime më. Shumë jeni ju përmetarët më burr. Edhe Tepelensit. Po se di, po fatkeqësisht janë zona të shpopulluara shumë, domethënë, kështu që bie që më shumë përmetari Tepelenas gjen Tiranë sot se sa. Kam vetë damar nga Përmeti, gjyshe ime nga Përmeti, kështu që. Se sa radhë vend, Po dhe unë jam rritur në Tiranën e funditeve 80, aty kam kujtimet e para, ku e kishe shtëpinë? Mbrapa ishte ambasadës italiane, ku sot është ambasadë amerikane te rruga Budi, në një vend ku i privilegjuar pas ke qenë. Po tani, familja ime i përkesë shtresës mesme të asaj kohe, që nëse mund ta quajmë privilegj nuk e di domethënë. Mirë po unë mbaj pedagog në akademi është shtresë e lartë. Se the rroga duhet të qenë mashallah një 12.000 lekë në atë kohë. Me gjas, pas keni jetuar shumë mirë. Por ama unë di që unë si gjithë tjerët haja bukë sheqer e ujë në fund ditës. Ishte aq keq. Bukë sheqer e ujë, po e mbaj me po. Babin pedagog në shkollë. Po, s'kishte asgjë, po. S'kishte asgjë në dyqane. Bukë me sheqer me ujë? Bukë sheqer e vaj patjetër, po pastaj në ca kora, nga ekstremi fare, fillim 90-a e kështu me radhë, shkuam gjithë tek unë jetoja në Tiranë. Bukë sheqer e ujë. Unë jetoja në Tiranë, kështu që. Unë kam ngrënë bukë sheqer. Djali një pedagogu nuk besoj, do të nuk e besoj. Ju e dini shumë mirë që ato ka pas kollona. Po ishim unë, im vlla, prindrit edhe halla e fonte me ne. Jo sa fëmijë ishit? 2? 2. Jo, do të jetonit shumë mirë. Po tani çfarë them unë, kujtimet e mia këto janë që ndër të tjera, ndër të tjera, sigurisht jo për ditë, po ju kishit shtëpinë pallat afër ambasadës italiane ose amerikane, se ata e morën në rrugën Budi aso kohë. Mos të ka rënë rasti që të kesh parë atë në qershor të vitit 1990 atë Skodën? Po, e kam parë. E ke parë me sytë tu? Patjetër, po. Ti je dëshmitar? Po. Skodën te ambasada italiane, po. Jo te ambasada gjermane, te ambasada italiane, po kam qenë. Ambasada italiane po them unë. 9 vjeç, po e kam parë. Se ambasada gjermane mori famën, po në 23 qershor. Mbaj mend turmën e njerëzve që vinte vërtall aty, po. Luan Laze bashkë me një grup shokësh të tij dhe më Buran Kalaj që ka vdekur i shkreti, ishte iniciatori dhe unë i ka rënë ambasadës amerikane sot italiane me Skod, me Saurel. Dhe në fillim bënë një manovër se nuk donin të shtypnin policat që ishte. Herën e dytë i ranë dhe sepse makina i ka rënë nga mbrapa, po. I ka rënë nga mbrapa. U kam qenë 9 vjeç. Do kam lidhur 81 në 90. Okej. 8 vjeç e gjysmë. Si përjetova? Ti qenë për po mbaj mend shumë çka sepse nga rruga ime, nga rruga Budi kalonin edhe protestuesi kur shkonin në qytetin studentë. Do të ti kishe te rruga Budi apo te rruga Budi? Nga ambasadë, brapa ambasadës, po edhe makina nga mbrapa ka ardhur për Tiranë. Pra nuk ka ardhur nga rruga kryesore, ka ardhur nga mbrapa, ka qenë një rrugë aty dhe i ka rrozuar murin. Makina ka ardhur nga rruga Elbasanit. Dhe pasaj ka qëlluar aty dhe pasaj do të bëri një larg, bëri nga rruga Budi, erdhi përsëri dhe pasaj i ka rënë kështu. Dhe ti e mban atë moment? Mbaj mend shumë gjëra. Sa ishte ora? Ka qenë ndoshta mesditë tani, mos e egzagjeroj tani edhe me orën e saktë, por në kujtimin tim ka qenë mesditë. Sa ta i morën për të dhëur, Ti kishe njerëz të tjerë aty se po më fut në një gjë tani që po më ngacmon shumë. Do të Alin Qori, dëshmitar. Po ki parasysh asaj kohe prindrit shkonin në punë. Më të madh që ka ngrënë regjimi asaj kohe. Prindrit asaj kohe shkonin në punë, kështu që un kam qenë pas shkollës ose jo, mund të ketë qenë pushimi i shkollës sepse ka qenë qershor, domethënë, si soni ju. Qenë pa shkollë, në kuptimin kishte mbaruar. Pa shkollë, por ne rrinim me çelës në qafë atëherë, në kuptimin mund të ishim klasë parë, klasë 2, nuk është se kishim njëri kush kujdesej për ne, domethënë rrinim tu vajzash djemsh aty te oborri pallatit luanim. Kemi pas luajtur edhe te një fushë midis ambasadës asaj kohëshme italiane dhe Muzeut Marksizëm Leninizmit që sot është
Ambasada italiane. Aty ka qenë një fushë, luante gjithë lagja. Ç'është bërë pallati? Janë bërë 4 pallate aty. E kanë zaptuar. Një nga fushat që kanë zaptuar ka qenë fusha ku unë kam luajtur gjithë fëmijërinë time. Domethënë ti do këndosh këngën Tomka dhe shokët e tij, tekstin e këngës në kuptimin e shekullit 20, po, një farë Tomka dhe shokët e tij në shekullin 20, ku Gjermani janë oligarkët. Arlin Qorri pas ka qenë Tomka dhe shokët e tij viteve 80 te godina e ambasadës amerikane diku italiane. Jo aq të guximshëm tani. Të jemi me këmbë tokë, ishin vetëm dëshmitar të asaj ngjarje, po unë mbaj mend njëkohësisht. Keni detaj të asaj ngjarje? Kur është rrëzuar monumenti Enver Hoxhës, unë kam qenë te kjo fusha dhe kam parë lumin e studentëve. Ai që u ngjitën lart. Jo, që zbritën poshtë. Kur zbritën nga qyteti studenti, që shkuan për të rrëzuar. Tani mbetemi te makina që qelloi portën. Tani çfarë pritimi, domethënë, si e përjetove të thonë? Si më një fëmijë 9 vjeç? Në kokën time ka mbetur vetëm imazhi i makinës që ecën me shpejt dhe përplaset dhe pastaj zhurmës së njerëzve dhe kaq. Dhe mbaj mend sigurisht edhe në ato ditë para dhe pas asaj ngjarje, shumë njerëz që vinin vërdall në lagje se donin të kërcenin brenda. Këtë e mbaj mend, po tani mos e egzagjeroj, sikur ka ndodhur dje dhe unë mund të them detaje për çdo gjë. Po mirë, kjo duhet të ketë mbetur në mendje ty që nga ai moment ambasada u rrethua me 600 policë. Edhe bësh shërbime aty. Keni parasysh diçka? Shkoj ti në shkollë, shkoj policë. Një fëmijë i mbeten mend gjëra të ndryshme krahasuar me një të rritur, kështu që kujtesa ime mbetet kaq. Sigurisht jam rritur, si thash, në këtë Tiranë shumë të varfër, por solidare, me njerëz që kërkonin më të mirën për veten e tyre, që shumë prej tyre filluan të emigronin. Jo, stop. Që kishte pasiguri, kishte shumë gjëra të tjera.